Kongresit ditës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian kanë qenë mbështetës të palëkundur. Ndryshimi i administratës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga Biden në Trump u komentua në Shqipëri, sikur s'pak i shpëtoi vëmendjes amerikane, por gjithçka u rrëzua nga një mesazh jo diplomatik i diplomatës së ngarkuar me punë në Tiranë. SPAK-u është aq efektiv sa pavarësia e tij për të ndjekur kriminalet, pavarësisht se me kë janë lidhur. Edhe SPAK-u gjithashtu sigurisht i nënshtrohet ligjeve të Shqipërisë. Bazuar në ligj, zoti Domani sado efektiv, jashtëzakonisht efektiv që ka qenë, do të zëvendësohet sepse mandati i tij ka përfunduar dhe procesi i përzgjedhjes së pasardhësit të zotit Domani duhet të jetë i paanshëm, transparent dhe i lirë nga ndikimet e jashtme. Në këtë lloj këndvështrimi bilanci është kompleks. Por në tërësi mendojmë që është pozitiv, mendojmë që nëse ka një produkt pozitiv reforma drejtësisë ka SPAK-un, mendojmë që është një sfidë e madhe shoqërisë shqiptare që vazhdojmë të kemi një strukturë besueshme dhe eficiente.